Pse duhet qëndrojë Meta izoluar ndërkohë që çështja kaloi edhe për gjykim? Me çfarë argumenti mbahet ky njeri ende në paraburkim? Bushat? Ti kishe një qëndrim të qartë sot të gjitha? Jo, qëndrimi nuk kishte bënte me thelbin e çështjes, po me atë që sipas atyre që unë kam lexuar, Ilir Meta është sot i burgosuri më i persekutuar në Shqipëri. Pra nuk ka rëndësi ka bërë atë s'ka bërë, po do të them mendimin tim personal, Ilir Meta nuk është shenjt, por me këta banditët e sotëm dhe ajdutët e sotëm, Ilir Meta është amator. Po kjo s'ka rëndësi se kjo kur të bëhet gjykimi. Por me Ilir Metën sot si të burgosur, po trajtohet më keq se vrasit serial në burg. Dhe kjo jep padyshim një konotacion politik burgosjes ti. A kemi një përkim vijash midis Ilir Metës që trajtohet si burgosur politik me hetimin ndaj tij? Tedi përmendi një shembull. Kush është një nga akuzat e Ilir Metës? Ilir Metës i thonë, ti, si kryetar kuvendi, ke kaluar ligjin për minjerat, ligj që interesonte Samir Manes, dhe në këmbim të këtij ligji ti do merje një vil nga Samir Mane. Kjo është një nga 3 akuzat. Shumë dakord. Çfarë thot Meta? Meta thot, dëgjoj, dakord. Mundet ma kem premtuar këtë vilën që as nuk e kam marrë, as ka si dokument që e kam marrë. Por, thot, unë 20 deputet kisha. 65 deputet i kishte Edi Rama. Parti Socialist. Por ata që e propozuan këtë projekt ligj për minjerat, ishin deputet të grupit të Edi Ramës. Natyrisht, ne nuk kemi të prirur të besojmë Ilir Metën. Por një prokuri dhe një gjykat, ç'a bën? Minimumin s'pak duhet shkonte Edi Rama. Ore, këtë ligj e ka votuar Ilir Meta, apo ti po punoje për t'i dhënë një vil Ilir Metës? Kur Ilir Meta mbahet si i burgosur politik në burg dhe në seleksionimin e dëshmitarëve ndaj tij përdoren prap kritere politike, kjo e lidh trajtimin në burg me trajtimin nga prokurorët dhe nga trajtimin nga kjo... Nuk bëhet fjalë për votimin, aty bëhet fjalë për mënyrën se si ligji është futur për të miratuar. Ose flasim për ligjit me minjerave dhe komunikimet. Por unë s'dua të hyj fajsisë apo pa fajsisë së zotit Meta, sepse këtë le ta zgjidhë gjykata. Po jo, po them vetëm këtë. Të lutem, po se s'bëhet fjalë se ti po i thua publiku që aty është duhet parë nëse këta njerëzit të cilët kanë votuar, pra deputetët, janë të kësaj force apo të kësaj force. Bëhet fjalë për komunikime direkte mes palëve, me zotit Mane dhe personave të pandehur. Nuk bëhet fjalë mes gjithë deputetëve të kuvendit apo 60, 80, 90 deputet kuvendit me zotin Mane. Pra janë dy gjëra të ndryshme. Megjithatë, po pra, sepse ju thoni që janë 20 deputet të LSI-s, ish Lëvizja Socialiste për Integrim, dhe tjerët janë të PS-s. Pra, Ilir Meta do merrte një përfitim nga një gjë që prodhonte Partia Socialiste. Nëse do ta debatojmë, hajde debatojmë sa të duash, po mënyra se si është parë, pra ju po lidhni momentin e votimit me një gjë komplet tjetër. Dhe janë dy gjëra komplet ndryshme nga njëra tjetra. Ma i poshtë, pra, komplet që edhe shposhtë. Po pra po, të thuash që është një gjë tjetër. Ka të bëjmë me komunikimet e drejtë për drejta mes palëve. Komunikimet e drejtë për drejta mes palëve dhe komunikimet e drejtë për drejta mes palëve nuk lidhen fare me votimin. Por unë dua të ndalem në një pikë tjetër. Jo, po këtë s'ta pranoj. Se ti thua këto s'lidhen dhe po unë t'ja pasi fakt. Po të them ka komunikime morzotëri mes palëve, do t'i lexojmë komunikimet, po i bie të shkojmë shumë gjatë, ta kalojmë dosjen në UOL. Ta kalojmë dosjen në UOL. Se dhe kjo historia... A e dëgjove ç'a tha shumë? Për ta zbardhur gjithë të çështje se mund t'jetë super kriminal Ilir Meta. Po për ta zbardhur këtë çështje, kur do të kuptosh thelbin e çështjes, ti thua, ore, si njeri
Po pra, ndaj e pyet avokatin Bushat, ndaj i thash mirëndit dëshmitarët me emër mbi emër cilët janë pyetur. Por është avokati ai mbron interesat e Ilir Metës. Ai është avokati. Ky debat që bëni ju nuk e prek fare çështjen pse Porimburg. Unë nga dos Se porinë para burgim. Unë dua të dalë Jo në burg, se në burg mundëria i mund të dënohet. Unë dua të dalë Se porinë para burgim është fjalja. Bushat, ka i problem. Në burg, Unë e lexova, të lutem, Bushat. e mban Spaku dhe GKK-oja. Në fakt nuk e mban Spaku, e mban gjykata atë, se Spaku kërkon gjykata. Atëherë Spaku kërkon se duhet të qëndrojmë pak te gjykata. Të dyja e mbajnë. Gjykata, jo, të lutem, se gjykata i bie Çekiçit në fund, ne merrim vetëm me Spakun, Çekiçin Çekiçi ai nuk i bie kot tani. Gjykata, ai bie kot aty. Dikush jo nuk i bie kot. Gjykata i bie, Ilir Meta thotë më lironi, Spaku thotë mos e lironi. Gjykata më hyre në mes të fjalës dhe më shmange thelbin. Jo, nuk ta shmanga thelbin, Bushat. A mund ta bëj një pyetje? Më bëj sa pyetje. Okej, ta bëj këtë pyetje. Po pa e çuar mendimin deri në fund. Sepse kjo gjëja, besoj ky emisioni nisi ose u mori shkas nga dy momente. Një që gjykata e dërgoi dosjen për gjykim dhe së dyti nga një komenti gjatë juaj që sigurisht dhe unë e lexova se doja të kuptoja. I gjatë ishte, relativisht i gjatë. Dhe thelbi gjithë gjës... Te lapsi ke aty edhe kon, lexohet për 3 minuta, ta nxjerr. Mjaftueshëm, 3 minuta nga jeta ime shumë të rëndësishme. 3 minuta lexim, të duken tek si gjatë. Shumë të rëndësishme. Kjo pastaj është raporti me leximin. Atëherë, ju ngrini çështjen e paraburgimit dhe me të drejtë, nuk është, po ajo çfarë më bën përshtypje është, pse u kujtuat të gjithë tani, si politika edhe media tani për paraburgimin? Unë tani? Unë tani? Gjithë tani po kujtojeni, se për paraburgimin... Tani është kujtuar Dirama, që Spaku është janë kasap represiv. Ka 2 dekada që po vijon kjo histori. Ka mbi një vit që thuhet, ka persona në paraburgim që s'duhet pra të u kujtuat kur u prek politika, se për njerëzit e për kasapët represiv të Spakut, o Bushat, na ka rënë goja, jo tani Bushat, Dirama. se bëhet fjalë për 20 vjetësh që të paraburgosurit janë në përqindje më të lartë se sa të dënuarit. Gjë që normalisht nuk duhet të ndodhë në asnjë vend normal. Dakord? Dhe në 20 vjet, këtu nuk është diskutuar çështja e paraburgimit, është heshtur, sepse aty prapa hekurave nuk kanë qenë njerëzit e rëndësishëm të politikës. Dhe për këtë arsye, të gjithë kanë thënë mos e ata populli thjesht janë. Këtë duha të diskutojnë. Keku me byrekun, të diskutojnë, po s'është kjo kjo tema, është e rëndësishme, se politikanë janë 3-4, ndërkohë 99.9% janë qytetarë të thjeshtë. është ngjirur zoti Ylli Rakipi këtu, Po pra, po dhe Ylli Rakipi, edhe ju, e ngritët këtë histori, kur u prek politika, jo kur vrau a i qytetari veten në paraburgimin e Rogozhinës. Asnjë nuk u ngrit të thoshte, më falni zotri, për çfarë e vrau veten ky njeriu, për çfarë duhet linte në paraburgim. Uti edhe një këshu, edhe shko kërko vota. Po tani, dëgjoj, nëse do, unë po t'jas fakte konkrete, po t'ja fakte konkrete, po ta bëjë unë. Po të doja t'ishan parti politike Bushat, nuk e kam pas të vështirë, dhe këtë ironin e di shumë mirë që nuk të shkon me mua. Tani vazhdo më ndoshta kërkon ti vota, kërkoj, të lirë e ke, Ylli Rakipi ta jep mundësin. Tani po flasim për një problem shumë serios. Përse u ngrit paraburgimi tani, çështja e paraburgimit. Po këtë temë kemi. Po këtë temë kemi pra. Se kjo është tema, a është Ilir Meta i paraburgosur? Tu jam 100%. A është Ilir Meta i paraburgosur? A është Ilir Meta i paraburgosur? Përse u ngrit çështja e paraburgimit tani që u prek politika, kaq? Jo për Ilir Metën. Për Ilir Metën, po themin e ka muaj që ne diskutojmë cili është argumenti i gjykatës, pra... Gjykata e lartë thot një argument. Gjykata e lartë thot vetëm një argument. Ilir Meta rrezikon deri në 15 vite burgim dhe për këtë arsye thot është kusht më të rëndësishëm të qëndrojnë në burgim. Lala, ikim se ne do jemi... Ky do jetë një problem që do diskutohet gjithësi. Ta mbaroj unë dhe 3 fjalë. Mbaroj dhe preqi dhe Kela dhe të konkludojmë. Populizmin e saj proverbial, kush ishin 3 fjalit e fundit? Ishin, në qoftë se për një gjë që akuzohet Meta, nuk pyeten dhe njerëz që mund të dalin të njollosur, jo për të njollosur, po për të zbardhur vërtetën, pra nuk merret Edi Rama, nuk pyetet Taulan Balla si shefi grupit që ka votuar për këtë ligjin e minierave, atëhere këtu kemi një seleksionim politik të dëshmitarve. Ky është gjyqi real për Ilir Metën. Po në me paraburgimit, a Bushat?
Lidhe me Po paraburgimin? me paraburgimin e kemi pra. Po pra, me paraburgimin pra.